Ja përshtoj që të pyetjen e herë profesorit Rexhevi më pas do të pyes edhe ju, pra se kjo çështja e çmimit ekonomia e tregut pra e ka këtë fal logjikën e konkurrencës, të kërkesës, të minutës të fundit e gjitha këto mirë, po nuk duket që ka një fal logjike tregut as të ekonomisë as të kurrgjofit, një gjë që prej 1 euro të kushton 800 euro brenda ditës. Pra çysh është e mundshme që një transport të kushtoj prej Malit Zin në Kosovë prej 1 euro të kalojnë 800 euro mrena 5-6 ore, në ndërkohë prej Malit Zinës Shqipëri të kushtoj 2 euro, po i para shifra aproksimatike, pra që nuk janë 100% kështu si vëllam, ose në Bosnjë e Hercegovinë të kushtoj 1 euro 80 ose 2 euro, në ndërkohë në Kosovë të kushtoj 800 euro. Që kjo a ka shpjegim logjik, financiar, ekonomik, çfarë do, a ka një shpjegim që kjo? Shif, edhe njerë do të nisem nga fakti se Kosova si shtet ka marrë obligimet e veta përmes traktatit të Komunitetit të Energjisë, që është themeluar në 19 në vitin 2005, dhe për të bërë liberalizimin e tregut, pra tregu i hapur, këtë liberalizim të gjitha shtetet rajonale kanë bërë. Faktikisht edhe Kosova do të shkojnë në këtë trend për të përmbush kriteret. Mirë po, a jenë përmbush të kriteret, për shembull, a jenë përgatit, është terreni i hapur për këtë treg të liberalizuar të energjisë, ende nuk është i gatshëm, pra nuk është e gatshme Kosova të ketë treg të hapur, sepse e the edhe ti, tash ne varemi shumë prej importit, përderisa sidomos gjatë periudhës së dimrit, për shembull kemi dyfishën e konsumit, edhe këto bizneset do ta kenë një sfidë të madhe, të jashtëzakonshme, përveç se është atë energji që e blejnë, pra që e importojnë. Ajo do të ketë edhe tarifa për shembull për transmetimin e saj, prandaj të shpërndarjen e saj. Si tha dhe Haxhi Musa, zoti Haxhi Musa, janë edhe problemet për shembull edhe të balancës energjetike, varësisht se ato është pamundur për ta marrë atë energji në mund që kontraktojnë edhe ta shfrytëzojnë aty për aty. Në mund është pak po shumë problematike, edhe është sfidë për shembull në një formë apo tjetër të ndërtojnë kontrata, sepse kontrata kërkojnë ekspert, energjia për shembull nuk është e njëjtë gjatë 24 orëve. Mandej nuk është e njëjtë gjatë dimrit, gjatë verës. Kështu që kërkon një ekspertizë, njerëz ekspert për të marrë me këtë punë. Tjetra për shembull nuk e kemi ne një treg të bollshëm me burime të bollshme që konsumatorët e biznesit për këto sektorë që janë përcaktuar me këto dy pikat deri më tashme që janë cek, mbi 50 punëtorë dhe mbi 1 milion euro qarkullim. Pra nuk kanë ofertë domthonë të mjaftueshme edhe konkurruese, sepse nuk kemi energji, po themi të mjaftueshme në Kosovë. Edhe për ata që përmend edhe ti do 800 euro bëhet 800 bëhet kjo në formulë ka logjikën edhe këtu te ne në formulë energjia të shkojnë ndoshta 100% më tepër ose 100% pranohet. Kjo është mund pranohet pra 100%. Po them po e ka problemin prapa sepse kjo është zinxhir, faktikisht çdo rritje se është produkt esencial energjia. Çdo rritje për shkak saj ndikon edhe në aspektin ekonomik, pra në rritje çmimeve të tjera, por në aspektin social edhe të bërë biznes, edhe për konsumatorët, për çdo gjë faktikisht e ka ndikimin e vet. Sulejmani, a ka shpjegim që kjo punë, pra raportimet dhe publikimet që janë bërë, të rritjes së çmimit të transportit, pra që në mëngjes mund të kushtoj 1 euro, dhe dikur ma vonë të kushtoj 798 euro, 800 euro, a ka shpjegim logjik ekonomik në tregut një gjë e tillë, apo ta lënë që të shihen e manipulimit në proces? E kam dëgjuar se edhe prokuroria ka nisë hetimet për shpenzimet e transmetimit, po nuk janë shpenzimet e transmetimit për një treg që shkon me ankand, e që do të ata e dinë më mirë që janë problemi. Problemi janë të importet. Tash, unë po mundona më ta shpjegu shumë thjesht ashtu që edhe më kuptu. Bjen Keko, thot nuk kam energji. Këta e dinë që tash kena me importu edhe s'ka çare Kosova pa marrë energji. Kjo është kur ti, kjo është stabiliteti.